rrjetet sociale lidhur me këtë problematikë. Çfarë është që shqetëson konkretisht ty dhe banorët e zonës? Po mos pari, po themi, gjithë jemi të vetëdijshëm që Durrësi ka i problem me vendet e parkimit. Edhe dim si ka ardhur rrjedhimisht vit pas viti duke u përkeqësuar. Sigurisht që donte një zgjidhje, në këndvështrimin tim nuk është kjo zgjidhja e dur. Spari kam dy argumenta. E para, parkimi është shumë i shtrenjtë për çdo që jeton këtu në Durrës, qoftë edhe për ata që jetojnë në periferi, po edhe për ata që janë pjesë rezidente të zonës historike qendrës qytetit të Durrësit. Dhe e dyta, Durrësi ka një sistem të transportit publik që nuk mund t'i ofrojë një transport alternativ qytetarëve të Durrësit kushteve normale siç duhet të ishte. Po marr një shembull konkret, kam shumë shokë miq të mi, po dhe duke u ditur edhe problematikat, ka shumë qytetarë të Durrësit që jetojnë në periferi të Durrësit apo në zonat, në komunat, ish komunat e qytetit të Durrësit dhe punojnë në qendër të qytetit. Shumë prej tyre punojnë edhe ky pallati këtu i madh që është qendër biznesesh. Ka zyra, vinë punojnë këtu dhe tani me këtë taksën e re janë si thua në gjobvënie me forcën e ligjit, sepse do i rritet kosta e transportit. Përdorin transportin publik, e kanë jo të leverdishme, se për shkak të kohës, më tepër koha është flori, ju duhet që të ngrihen shumë herët, presin urbanin, njerë ka njerë s'ka të mbushet urbani, dhe për të kthyer nuk gjejnë fare në orarin kur mbarojnë punën. Dhe janë detyruar që të marrin një automjet. Tani, me këtë lloj mënyre mjeti që me taksimin publik me pagesë, atyre ju rritet kostoja. Duke i rritur kosta, po sa e kanë ditën e punës ato? Si e mendon zgjedhjen? Unë personalisht që rreth parë nuk dushe bërë tani direkt parkimi, por edhe nëse ishte e pamundur një zgjidhje tjetër, mendoj që nuk do të ishte 100 lekë të reja për orë. Është një tarifë shumë e madhe. Dhe duke ditur që zona e parkimit në Tiranë është 80 lekë për orë, ndërkohë që në Durrës, qytetit shumë afër Tiranës, e kemi 100 lekë për orë. Pra është një tarifë shumë e lartë. Dhe dyta, ne dim shumë mirë se si janë dhënë lere ndërtimit këtu në Durrës për shumë vite me radhë, që nuk ka as zona të gjelbërta, nuk ka as zona të dedikuara për parkime. Dhe duke qenë që nuk do të ishin marrë masat më përpara, se tani nuk do t'japin dot zgjidhjen tani. Ndër vite duhet kur të ishin dhënë lejet e ndërtimit, duhet të ishte parashikuar që duhet të kishte vende parkimi çdo ndërtesë e re. Nuk do të ishte ndërtuar aq afër sa janë ndërtuar. Këto janë gjëra bazike kur jepet një leje ndërtimi. Pra për të menduar jo vetëm për banesat, por duhet menduar edhe për hapësirat e gjelbërta, për hapësirat ku mund të ketë hapësira rekreative për fëmijët, për pleq, duhet kishte vende parkimit menduara shumë kohë më përpara. Do bëj një pyetje shtesë me që erdha e fundit.